Familjar, miq, bashkëpunëtor dhe shumë qytetarë të tjerë sot i dhanë lamtumirën e fundit profesorit dhe studiuesit të njohur të historisë nga Kërçova Halim Purellku, një personalitet i përkushtuar ndaj dijes dhe ruajtjes së trashëgimisë kombëtare. Në emër të basisë lokale të fshatit Sërbice, referatin e rastit e lexoi Bekim Adili, i cili theksoi kontributin e të ngjierit në ndriçimin e shumë çështjeve historike dhe angazhimin e tij të vazhdueshëm në edukimin e brezave të rinj. Sot qëndrohem para një ndarje të dhimbshme dhe njëkohësisht para një jete që flet më shumë se vetë vdekja. Sepse koha në cilën njeriu lind dhe koha në të cilën largohet nga kjo botë, për jetën e tij marrin kuptim të veçantë. Profesori ynë i dashur Halim Purellku lindi në nëntor të vitit 1952 për të shkolluar në të parën shkollë të gjuhës shqipe në atë të Gjergj Kastriotit Skënderbeu në fshatin Sërbic. Pra erdhi në këtë jetë në muajin e ngjarjeve më kulmore të historisë sonë kombëtare. Sikurse vetë koha ta kishte thirrur për t'i shërbyer historisë, për ta studiuar, për ta mbrojtur dhe për ta ndriçuar atë me përkushtim shkencor e ndershmëri intelektuale. A i mbylli syt më 2 mars, një datë që përkujton bashkimin e shqiptarëve në kuvendin e Lezhës dhe në muajin e shenjtë Ramazanit. Tregues që na lën të kuptojmë se jeta e tij ishte një mesazh, se mbi të gjitha neve shqiptarëve na duhet unitet. Dhe se për çdo pasuri materiale qëndrojnë vlerat njerëzore, të cilat mbeten pasuria e vërtet që lejmë mbi këtë tokë. Kjo do të thotë se profesor Halim Purellku nuk ishte thjesht një studiues i historisë, por ai ishte dhe do të ngelet si një zë i kujtesës sonë kolektive. Ishte rojtari së vërtetës historike, ishte frymëzim për brezat që besojnë se kombi jeton përmes dijes, sakrificës dhe përkushtimit. Në këtë ditë të rëndë për familjen e tij të ngushtë, për shokët e tij, miqtë e shumt, kolegët që kishte, ne bashkëvendasit e tij kastriotas nga fshati Sërbic dhe shoqëria në tërësi ndjejmë se kemi humbur një shtyllë të urtësisë sonë, por duhet thënë se largimi i tij është vetëm fizik. Nga se ai do të mbetet gjithmonë në kujtesën tonë si njeri i urtë, i dashur, i përkushtuar dhe si kontribues i çmuar në fushën e historisë. Në shkuarjen e tij në Amshim, historia jon humb një shërbetor të përkushtuar, por ne bashkëvendasit e tij fitojmë një amanet për ta ruajtur dhe për ta çuar përpara veprën që nisëm bashkë. Monografinë e fshatit ton, ku ai ishte autoriteti shkencor i ekipit realizues të nismës Sërbica e Kastriotasve Thesari që na bashkon. Ndërka Gjemail Ahmeti nga Myftinia e Kërçovës bëri lutjet për shpirtin e të ngjierit, duke u lutur që ai të prehet në paqe dhe Zoti ta shpërblej me parajs për veprat e tij. I gjithë madhërimi, falenderimi dhe adhurimi është vetëm për Allahun e gjithëmëshirshëm, krijuesin ton dhe krijuesin e gjithë shkaje, ati i cili me caktimin e tij erdhëm në këtë botë dhe me caktimin e të cilit largohemi nga kjo botë, ati i qofshim fal. Salavate, selame dhe bekimet e Allahu qofshin për vullën e gjithë pejgamberve, për mësuesin e gjithë njerëzimit, edukatorin e mbar brezave, profetin e fundit Muhammedin alayhi salam, të cilin Zoti i Madhërisëm na e dërgoi të na udhëzojë në fenë islame. O Allahu ynë i dashur, kemi ngritur duart lart dhe nga thellësitë e zemrave tona po të lutemi, që t'i falish të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtaret, qofshin të gjallë ato apo të vdekur. O Zoti ynë i dashur, ky prindi jon, babai jon, e mësuesi jon i cili me caktimin tënd sot po ndahet nga mesi ynë, të lutemi o Zoti i Madh, mëshiroja atë, zgjeroja dhe bëja varrin të ndritshëm, lehtësoja përgjigjen që duhet të jep para melekëve Munker dhe Nekir, ngrite shpirtin e tij në pozitën e njerëzve të mirë, të baballarëve të devotshëm dhe të edukatorëve të cilët ti ke lartësuar në këtë botë, në botën tjetër, që u ke premtuar xhenetin dhe u ke premtuar faljen e madhe. Halim Purellku do të kujtohet si profesor i përkushtuar dhe studiues i palodhur, i cili la gjurmë të thella në jetën arsimore dhe kulturore të shqiptarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut në veçanti.